Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Allah në madhur e falendrojmë, vetëm për ti ndihmë dhe falë kërkojmë. Lutim Allahun xhalla wa ala që edhe këtë ditë sot që filluam me agjerim, Allah të na përfundon me pranim dhe shpërblim dhe lehtësim. Lutim Allahun xhalla wa ala që netët që kanë mbetur, Allah të na mundson që të kemi shëndet e sukses e bereqet e t'i kalojmë ashtu si është mos miri dhe në fund të këtyre ditëve të dalim fitimtar dhe të ngritur e të falur tek Allahu te barekuhu te ala. Të ndruar, kemi thënë në takimin e kaluar se pengesat që qëndrojnë mes besimtarit dhe dashurisë Allahu te barekuhu te ala janë të ndryshme. Kemi folë për ato më kryesorët dhe kemi sqaruar se qysh këto pengesa funksionojnë. Kemi thënë disa pengesa, nëse kemi qasje, duar, karshityne, mund të shndrohen në lehtësime. Mund të shndrohet nga pengesa në lehtësim. Ndërsa pengesa kryesore dhe ajo më e rëndësishmja e që ajo pastaj si pengesë, do të thonë, i bën edhe tjerat funksionale, ajo nuk mund të tjetërsohet, ajo nuk mund të ndryshohet. Është pengesë, por duhet që të dimë se si me e menaxhu këtë pengesë. Fjala është për çytet e shejtanit dhe kurthat e tij që ai bën vërtetësi kundër njeriu, që ta largon nga Allahu te barekuhu te ala dhe ta devijon duke ia humbur orientimin e tij në jetën e kësaj bote. Mirpo, kemi përmendur gjithashtu takimin e kaluar se përkundër pengesave, nëse besimtari është i kujdesshëm, ato nuk mund të jenë me ndikim. Mirë, po ku e dim sa janë këto pengesa me ndikim apo jo? Kemi thënë se treguesi kryesor i ndikimit të pengesave është mëkati. Nëse njëri bën gjuna, atëherë kjo është tregues se pengesat po funksionojnë. Për shkak se mëkati është bariera kryesore dhe pengesa e vetme që e pengon robën me qenë nga ata që Allahu i dënë. Tash jo çdo mëkat që njëri bën, Allahu te barekuhu e largon nga dashnia e tij. Jo, po e zbut, e zbehet. Nga se Allahu i dën njerëzit varet nga adhurimi që e kanë, varet nga përkushtimi që e kanë. Dhe largon nga kjo dashni Allahu xhallahu ala varet nga mëkatimi dhe dobësimi i besimit që e kanë. Kjo rregull njët. Andaj, sa për të ilustruar këtë me shembuj, kemi përmendur në takimin e kaluar dy nga më kryesorët, sepse ka shumë tjera kemi thënë, nga pasojat e mëkateve në raport me dashninë e Allahut azza wa jall. Dhe kemi përmendur se mjafton që mëkati është mja kthy shpinën e mikut për hatër të armikut. Kështu e kemi quajtur. Dhe kjo është më e keqja. Miku i kush është? Allahu azza wa jall. Allahu waliyul ladina amanu. Allahu është miku atyre që kanë besuar. Nëse kur Allah flet për shejtanin, çka thotë? Inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Shejtani është armiku juaj, andaj trajtojeni si armik. Andaj njëri kur mëkatan, çka bën? Largohet nga miku për hatër të armikut. Dhe kjo është padyshim shumë e shëmtuar. Me vume pa pin larg për shembull që kjo duket shumë e shëmtuar, duhet shumë e keqe. Po njeriu kur fatkeqësisht preket nga ajo si përfaqja formale e kënaqësisë së mëkatit, nuk i vren këto shëmtime. Por na duhet që me pas njohuri dhe duhet që këto të kemi funksionale që me pa shëmtueshmërinë e mëkatit. Dhe sa më tepër e vrejmë shëmtueshmërinë e mëkatit, aq më lehtë largohemi prej tij dhe aq më larg jena nga mëkati. Sot do të flasë për disa pasoja tjera që na tregojnë realisht çka i bën me bëj gjuna. Njerëzit, sikur se kam thënë këtë ndërrozë, nga njëre konceptojnë për shembull gjunon vetë si ndalesë, vetë si dënim në xhenem. Atë kjo është më e madhe dënimi, po ka edhe tjera që në këtë dunjë e ngarkojnë jetën, e vështirësojnë jetën, e komplikojnë situatën. Prandaj sikur se problemet për shembull ekonomike e komplikojnë situatën e jetës normale të njeriut, e komplikojnë. Nuk ka tyret me aftushme, dhe me marë borç, së një lanë borçet, së një kënë obligimet, e komplikojnë situatën. Qashtu edhe, dhe më thonë,
mëkatet e komplikojnë situatën, e komplikojnë jetën, madje shumë më keq se të gjitha problemet e tjera që i ka njeriu në jetën e kësaj bote. Nga pasojat të ndërlozur është se mëkati të privon nga adhurimi. Ti i krijuar që Allah më adhuru. Dhe duhet që gjithmonë njëtë në kësaj bote njëri me e pas parasysh këtë qëllim. Pse je krijuti? Pse je në këtë dunjë? Allahu atë ka kriju, po pse? Nuk të ka kriju Allahu xhallahu ala që të vraposh në dunjë, e të hashe, të peshe, kështë më radhë. Këtu e në sebebe, këtu e njete. E qëllimi cilë është? Adhurimi me Allah të barë të ala. Adhurimi me tërsin e ti, me komplet kuptimin e ti, që në kupton në nështrimin e parazirë Allahu të barë këtë ala. Ti përgjigjish Allahut në atë që ka thirë. Që kjo është adhurim? Allahut ka thirë, me kry një obligim të e zbaton. Allahut ka thirë, me u largu nga një punë të e largosh. Që kjo është adhurimi? E vogël e madhe, që ka të qofte, ditën natën, në moshën e re, në moshën e vjetër, ku të qofte. Ti është i gatshëm. Domthon adhurimi është gatishmëria e robit për t'u përgjigjur Allahut azza. Që kjo është shkurtimisht adhurimi. E tash, njeriu duhet që këtë gatishmëri me rrit, me shtu, për shkak se mjaft ka pengesa të natyrshme. Për shembull, njëri a ka dëmbëri natyrshëm? Natyrshëm ka me pritu, apo? Natyrshëm. Është natyrshëm që njëri për shembull priton më shumë sava. Natyrshëm kjo. Ke pa kur i quhet letush, so let po quhet. No, s'është e zakonshme. Se për që flan deri pas sabah, kjo është normale, te na u bë zakonshme, mos po them është në rregull, në rregull. Por natyrshëm është, apo. Njerëzit e natyrshëm pra që ka qef me najt. S'ka që më punu. Është çka normale për njerin. Po. Mos më pakon obligime punu, s'punon apo. S'punon. Në njeri zakonshëm e don rahatin, e don luksin, e don qetësinë, e don kënaqësinë, natyrshëm e don këtë punë. Vetë që to janë pengesa që nga njëra e vështirësojnë adhurimin. Vetë që to janë pengesa. Para më në kur të e pengesa, ja është një pengesë ka gjatë të fuqishme, ka gjatë madhe. Sa komplikohet situata me adhurimin? Shumë. Shumë. Ndaj, mjaftën këtu qikit natyrshme, që dush më marrë me to. Pse për jashtë në vetës edhe një pengesë tjetër që e komplikon situatën me adhurimin edhe ma tepër, që është puna e mëkatit. Të ndrozë për shembull, një njeri që ka me ecë, po them kushtimisht disa kilometra. Edhe ka me ecë në një teren të vështirë, nuk është i drejtë, është më ungjit, apo të pjetë. Edhe është, jo i rafsht, ka më ungjit nalt, apo. A ngjitet leta lëndshëm. Do vetë tereni të lodh, hiç pa pas kur gjë në shtëpinë, pa pas kur fare ngarkesë, vetë tereni të lodh, apo. Para më është më vendos vetë në shtëpinë edhe 100 kg. Çish bëhet tani mec? Komplikohet shumë tani, problem tani bëhet. Andaj i thot dikush, ti bën e ki terrenin e vështirë, edhe po ngarkosh, s'paku që të barë heke, se s'po duhet kurrë, nuk është barë domosdoshme. Andaj dunjoja vetë i ka situata vetë të komplikume. Vetë është joshse, tërhece për njerë, vetë jo që ashtot. Vetë jo nuk është lehtë e kalueshme. Tash plotësisht më ashtu vetes do barrat mbajt pa nevojshme. Qysh bëhet udhëtimi tek Allahu azh, vështirësohet. Normal. Andaj mundon me u shkarku nga barrat e pa nevojshme. Mjafton barrat dunjos. Mjafton vështirësia e terrin dunjë që ti më kalu, domosdoshmërisht deri në takim Allahu xhallahu. Mjafton që kjo. Andaj mëkati e rëndon lëvizjen, e shton barrën, e pengon adhurimin. Normal është apo? Normal. Por të ndërrozëm, në kohën kur njerëzit, për shembull, nga adhurimi ka met shumë më tepër formaliteti, serioziteti, tani dosane i ka shumë imagjinare. Për shembull, kur na falem sabahën, tash që falem sabahën, cila është, do me thonë, çështja kryesore që ka të bëjë me sabahët, me falë sabahën, po, e ku e falem? Do në komplet vëmendja jonë dhe barra jonë shkarkohet kur na e zbatojmë obligimin.
Do na jena komplet të lidhur me zbatueshmërinë e obligimit. Edhe posa ta zbatojmë obligimin, ne konsiderojmë se misioni u kry. A u kry misioni Zamat? U kry. A ka qenë që gjithmonë situata, apo të parët për shembull e kanë kuptuar këtë punë më ndryshe? Që dëgjoj që ka thënë Aliu radhiyallahu ta'ala, ka thënë fjalë të parë tonë. Aliu radhiyallahu ta'ala nuk ka thonë në kohën tonë. Çfarë është koha tyne? Koha e pejgamberit alayhis salam. Aliu ka qenë në kohën e pejgamberit alayhis salam. Aliu radhiyallahu ta'ala thotë, ne në kohën tonë, në shokët e pejgamberit alayhis salam, nuk e kishim gajle zbatimin. Se këna pas në barë zbatimin, e krymi e këpun, absolutisht, kur fa barë s'ka qenë. Se kemi pas në brengë zbatimin. E qëfar brengë e kanë pas? Thot, e kemi pas brengë pranimin. E kom bo që është duhet, se për që me bojnë, ato me bojnë e punë ka morë fund. Shikojnë tash nivelin e standardit. Standardit sot është e fala, e kryva, e njënova, apo standardit në ka qenë, për që ka me kry, ka morë fund kjo punë. A ku më thonë la ilaha illallah, u kry kjo punë, u kry zbatimin. Tash unë mirë në brengë e më shpranimi, a e buna që është duhet, a e kryva, a e pretova, a ndikoj, nivelli më i naltë. Andaj, sa ma tepër të nërëdhëzër, sa ma tepër një shkarkuat nga mëkatet, ngritet në nivel të adhurimit, nga zbatimi në përjetim e ndikimin në funksionim. Sa ma tepër rëndohet me mëkat, bie nga nivelli i adhurimit, nga funksionimi e zbatimi e përjetimi e dikure ndikimi e dikure dhe tek edhe zbatimi. Edhe zbatimi mund me ta kontestu edhe me ta vërtirësu kush mëkatit. Sa ma i letje, ma ladë mitësh afër. Sa ma i rënduar që ma poshtë bjera afër. Ma poshtë bjera. Përdaj, për shumë njerëzë mi thonë, çështja e namazit, apo përjeton ndikim, o Allah, ma si për falë, alhamdulillah, apo, a i sahi, mama, a o që ki nivel i knashëm? A o që ki nivel i knashëm? Ma si për falëm, mirë është, mundë mësë me falë. Jo, mundë është edhe mësë me falë, sahi, se ka pleqë që një ke falin, pa në regull, a është këtë çështje e duhur, pa të shumë si e gabuar është. Përndaj, mëkati e komplikon situatën me adhurimin, me këtë regull, gjdo mëkat, çfarë do koftaj? Varësisht nga madhësia e mëkatit dhe ndikimi ti në zemër e komplikon situatën me adhurimin. Qështu të rregull, si përse për më shembull barës në trupit. Njëtër. Ose për shembull të rregull, nëse ki me mush derivate, naft, benzin, ki me mush, apo? Sa të është nafta e pastër, kjeri shkon më mirë. A shkon më mirë? Normal se po në mirë, se pastërtia e saj mundëson funksionimin e motorit apo. Mirë, nëse përzir me diçka, sa më shumë të përzir, më shumë ta bllokon. A është kështu? Me vëmë qit ujë shumë, a bllokon? A bllokon secmo, bllokohet apo. Çfarë ashtu të merret gjinohe apo? Sa më i pastër besimi, motori më mirë për lëviz. Sa të përzish, përzihet. Edhe komplikohet. Sa të mojsh paq ec. Sa të përzish, përzihet. Ndaj, mëkati i sjell situata të komplikuara. Mëkati më situata në vështirë me adhurimin me ndaj Allahut te bartalla. Andaj ndonjëherë për shembull e kanë problem normal me bën një adhurim me kryeni punë ose me ndiku pse normal mëkati është ai që i ka prangues, i ka lidh ose i ka rëndu. Tash për më shumë me lëviz duhesh me largu prangat apo me largu prangat. Ose sigurisht për shembull freni i kjerit i dorës, apo? Që freni i dorës, apo? Ti jep, apo seca e të, që freni të njecë, apo? Që ashtu edhe shpirti e trupit, kër ka freni i dorës nga mëkatet ngritën, ti danë me dhonë zërë, danë me dalë, danë mu që natë më falë, pas. Nuk mundë, shëtë. Përndaj ka arë një të Hasan al-Basri rahimullah, e i ka thonë, o hujë, unë po du më falë natën, në Ramazan tash po, tonë falë natën, qërëm ditë në dytë bajramit sa falën sabahën gjamië, kjo është çështje që të pas parasysh, se jeta vazhdon mas bajramit. E i ka thonë në hoqë, nuk po mëjmë më uqu natë më falën, ti po thosh mirë më falë, po ti po mëjmë më uqune. Ka thonë, a ki në ilash? Qaj ka thonë Hasan al-Basri rahimullah? I ka thonë, mos i bë gjuna ditës, ta mundse më uqu natën, atë. Rregull, mos i bë gjuna ditën, ta mundse më uqu natën.
Po në ditën bën gjuna, të natën të gjumë se i latje, ki peshtrona, ndaj gjumi i letë për ibadet bëhet, sa është edhe zemra ju e rënduar nga mëkatet. Kjo është rregull që e përmana. Prandaj, mjafton njëri këtë me pas parasysh për shembull, kur vjen përballje me mëkat caktuar, me gjuna caktuar, vjen përballje me atë edhe çka, po bre po ma komplikon situatën atje burr. Gjystu dhe mblen atë. Andaj thotë ja më mirë pelose. Privona nga adhurimi. Një për djetare ka thonë, e kom përgëju në njëri një ditë. Përgëjim, tonë i bjenë mja përmen dikuj të metat, kur a i së është atëtër. A i s'ka që hatër mja përmen. Dikush i ka të metat, ti e din ato të metat. Ka bua kjeti, që ka i s'ka që me folë për ta. E me folë për ta, duke mos qenë a i prezent, edhe pësë është e vërtet që ka pëthu, është përgëjim. E mos me konë në vërtetër që ka, shpifje. Kjo është edhe me keqen. E përgojva njoni, folja për njoni që asu dash me folë. Një mu i ditë s'ko mujtë më bora hatë me namazat. Ndikon o nga edhe. Po njerëzit, po thamë, kër bëhet për ishmërije, kështë më rana tani, i falet njeri, po. Përjetimi që mu të bo namazit, gjennet i jutin dunja, e përjetimi këndshëm, pasaj në faza tjera. E që në du të mi kërku. Nuk du të mu mjaftu me zbatu shmërije të në vëzërë. Du të mi kërku këtë nga se jenë dëshirime që më dërë i jepin kuptim jetës. Jënë të përjetime që i japin kuptim jetës. E shetë një kush begatia, e shetë kush mirësia. Nuk e lenë më kur, nuk e lenë më kur. Për të asyje, Herakliu ka pyet Ebu Sufjanin, radiallahu anhu. Ebu Sufjani ka qenë kundërshtarët ma të rrëpt Muhammedit alayhi salatu wasalam. E i ka thonë, para se mu musliman, në fund është bu musliman. O dërzu, ka kuptu vërtetën edhe u bu musliman miru më asani. Muslimani miru po pastaj. Me po deri sa nuk u musliman, e ka luftu pejgamberin alayhi salatu wasallam. Edhe ka po tregtime Sham, me Sri, me Damask. Se tregtarët e Mekës kanë bërë shumë tregtime me Sham edhe me Yemen. Një tregti kanë pas verës, një kanë pas dimnit. E në Sham kur kanë shkuar atje ka qenë Herakliu Bizanti, Perëndia Bizantine. E ka një Herakliu që ka dalë një pejgamber. Aja ka di se është pejgamber. Se e kanë pas të shkruar në libër tyne nga paralemrimet e mëhershme të pejgamberëve. E posa ka drysh të karë Ebu Sufjani e ka njoft, se tregtari më që ka thërmani kryetarin e Arabëve, nga se Ebu Sufjani ka qenë udhëheci i Arabëve të Mekës edhe ma gjanë. E ka bu do pyetje për pejgamberin, qyshe kjo, qyshe këtu, edhe në fund ka thonë të kësha me konë të aj, unë e me pakon të aj, kom të ja kësha lapte. Njëri madhë është kjo. Ebu Sufjani thotë të qëre puna e birit Abdullah për pejgamberin edhe te Bizanti kanë ndikuar. E ka kthy ndryshe këtë çfarë. E një nga pyetjet që ka pyetur Herakliu është dialog interesant shumë. Çka e ka pyetur Herakliu Ebu Sufjani, ka 10 pyetje gota që ka pyetur. E çdo përgjigje që jap ti Ebu Sufjani, dhe që kjo është ai, se e ka gjetë shumë në libër. E një nga ato i ka thonë, ata që pëndjekin, a bëva kia më këthy në herë, me lonë finë. Jënë boj, kam pasu, dikur i kam bo bëhet e kalon. A bëva kia? Ka njës bëva kia, heq kur. Një për ty njës të vitëm. Ka thonë që shto punë e besimit, kur e mbëlsin e ti e për egzamën, kur e shion një herë, se lenë më kur se lenë apë? E të vëzër, nëse dikush e lenë islamin, jënë dy opcione. Ja kur musliman sukon kur musliman. Andaj a i su konvertu, a ju bëdë qëka tjetër. Po islami se kalon nërë. Për në do që pëthirin me praktis islamin. Ata që pëthirin, Allah alim është, kur musliman sukon, me emën e familje pëmesh, me qëfar dëshmije, me praktik, sa ka nga priftrinjet në botën e përëndimit që bënë musliman, sa ka shumë, me dhjetër, me qindra. Përëndim nga Afrika, Azia, shumë, ka qenë nga kanal kryesor, për shambull edhe, u bo musliman. E gjenë këtë musliman? Një hoqë u bo për shambull? E gjonë kështë, nuk gjonë Allah, nuk gjonë musliman që i bo atë. Për e në situata shumë dyshimta,
ja su kon hiq, ja se ka njoft fejnë mirë, ose ka pas dilem, e s'ka pas kush jap një përgjigje dur edhe ka menu që s'ka përgjigje kalon fejnë. Këtu në pëcune zakonshme, ama me pas dikush di, ose dikush me jasmigu më argument, edhe ai mos e pas hile hiq këtë punë, po me koni sinqert, zbava kja me lon dinin e Zotit kur, s'ka mundësi, e pa mundë shmash. Andaj shiko ka unë në Herakliu, kur e prek besimi me ëmbëlsinë e vetë zemrën, ja len ëmbël, mos e len mo kur se len. Për që ta pejgamberi sa në marrëveshjen e Hudejbjes, në marrëveshje e rëndësishme, po në aspekt jashtëm shumë e pafavorshme për muslimanët. Pejgamberi ka marrëveshje me banorët e Mekës, s'ka luftë. Luftë bujnë amorë. Se ka dashur me e shlu paqen për me i thirrë njerëzit në fe, me smugun në zëfen, se lufta si ka leon, ka pas pengesa në luftë. A dini çka kanë kërku Kurajshët e Mekës? Ka qenë marrëveshje shumë e rëndë. Pejgamberi ka qenë duke u bë marrëveshje me Suhejl ibn Amr. Suhejl ibn Amr ka qenë nga përfaqësuesit e Kurajshëve të Mekës me bë marrëveshje me pejgamberin Alisa në Hudejbje. Hudejbje është një vend ndalë të Mekës. Veni quhet Hudejbje. Është jashtë rrethit të haremit. Dhe ka thonë pejgamberi Somaliut, shruje, kjo është marrëveshje mes Muhamedit të dërguarit të Allahut edhe Suhejl ibn Amr. Ka thonë Suhejl, ja, ka dal. Na me të pranu që i dërgu me Allahut, në zbëna marrëveshje. S'ka dërgu me Allahut, fshije. Apo, së është të ronë kjo? Fshije. Ka thonë Aliu, kur se fshije? Ka thonë pejgamberi Somaliut, fshije. Ka një Rasul nuk e fshije. Që me fshije Rasulullah. E pejgamberi s'ka di me lezu, ku përshkun Rasulullah, ka në qëtu, e ka fri vetat. E një nga pjesë të marrëveshjes ka qenë, nëse ndonjë musliman, shikoni sa i sigurt është pejgamberi në këtë çështje vllazni. Çështja e besimit kur forcohet, e reagimit të tjera pastaj. Ai që do psosh mëkati, ignoranca, por besimtari sinqert nuk lëviz, është stabil. E i ka thonë Suhejli, nga pikat e marrëveshjes është. Dëgjoni, tash unë ty kallëzoj juve, ju mundi më bëni nervoz. Do të thonë, qashtu të omeru po nervoz. Ka nëse dikush prej muslimanët Medines kthehet në Mekë, do më bëmë me Kurajsh, na se kena bërsh me këtu jeti, rrën me neve, vete ka zgjidh. Apo? Mirë. E nëse dikush nga banorët e Mekës shkon në Medinë, çajm bona, ato kanë e kthani. E qysh të dorë dy first Allah. Për bune, ja pi këthejmë diport, as pi këthejmë diport. Ka një asë njënë. Bile, duke e nështru marrëveshjen, Suhejl ibn Amr e pejgamberi sa, djali i Suhejlit e ka pranuar Islamin me Mekë. Baba i tij tu shku me u marrëveshje, e ka marrë që djali të bëjë musliman. Parmena, ky që po bën marrëveshje kundër pejgamberit, djali musliman bëhet. Kjo s'e çudi. Nuk e çudi, e keni pa. Ai baba thret me çufin, familja i bëhet musliman. Kjo habit e njerëz apo. Edhe aje ka lidh djallin e vetë, në shpej me zingjir. S'ka me shku të pejgamberi, s'ka, ti që të kime me të kry të punë në vetë tani, e ka arë qashtot me zingjir, i ka një pjesë e ka largu, i lidh ko me dur. O arë të pejgamberi, të ingre zingjir në Hudejbje. Kër e ka pa pejgamberi, ka unë, hala se kene në shu, do më marrë që s'ka hala, kësë s'ka mu këthuja, ka thonë, bile për qëti pianisëm sefte, djallit vetë, e ki i bashkë me më këthy apën. Pa nësë o kënë e shtirë me e këthy apën. O kënë shtirë me e këthy. Ama për pache, për kolektiv, për interes kolektiv, pejgamberi son, kënë këthahu. E ka ditë, ata kam me shbosh typje, ati ka i më presën, ama i fejnë se lenë. Fejnë ka më rujtë, fejnë nuk e lenë. Andaj pejgamberi ka nëshru marrëveshje që asë një musliman që shkon Mekë, s'kthehet apën. Për Medinë ka unë. Nërë dikush, heq më se këthani. Kur më se këthani? A uanë në dikush? A ka ndodhë? A ka ndodhë dikush pej Medinës me shku në Mekë, e mira pishman që ku musliman? S'ka. A pej Mekës Medinë, që? Gjalli këti mas pari lidhët me zingjirë u ardhë. Nga se kur të përton imanin zamër, s'ka zingjirë, vëllaj s'ka sistem që i lidhë. A ka në kalu në sisteme moniste, të fështira, apo që ja u ka prish njerëzë me zërë gjinimin. A ka mujt me nale zanin?
A ka mund me nalë namazin? Së në nalin në rëzjelë. Kjo është e pandalshme. Kjo është e pandalshme, se kjo dashni Allahut kër të përton zemër të robit apo. S'ka që e nalë ato. E përmeruj që dashni, e që shkëndit ndezën, mas e shkym. Mas e idhësa me gjunohen nga se shkon të e shkym tani. Shkon të idhëtu pastaj. E vështiso situata me adhurimin edhe komplikohet situata pastaj me nështrimin dhe Allah të bare këtala. Andaj të rozër, mëkati e vështirëson adhurimin, e komplikon situatën me nështrimin, e pastaj njëri në me shkon duke u dëpsu. Për arsye, çdo mëkat njerë, po ne mi njerëz mund gabojmë, nuk duhet kur me thonë kismet mbajram vogël të bëna pishman. Ma kismet me herë pëndohu, heqe barën, largoje barën, largoje pengesën, vazhdo tutje pasaj të kallahu ndeshëm. O pet pëndu, o pet bjen mëkat, o pet pëndohu, ama kur me barë mëses. Largoja të barë, esë ndeshëm ka Allahu të barë tëra, nga se dera e pendimit është e hapur. Qëfar do mëkate që bën njëri? Dera e pendimit është e hapur. Allahu a falë njëzve, krej gjunahet, kaj të falën. Nëse është ndonjë pendimi, boni dul për këtuhit, tani jënë tjera standardet, tani tjera sene Allah në rujtëm. Përndaj, kjo është e që pata me thonë të nërojtë vëzër lidhe me funksionimin e pengesave në raport me dashnin e Allahut asoqel. Mëkati është penges. Edhe pasuet e këti mëkati janë të dukshme, sikur që një për tyne përmenda. Allah në e pasur zamrat, në i falë mëkatet, në i largohet pengesat, e në mundësot që lërshëm e këndshëm të udhtoj me zamrën tonë, edhe me tërqenjen tonë, e t'i afrojmë Allah Gjellewala ajtje t'i knaqë me neve, e t'na dënë, edhe ne atë të dojmë, edhe të duhemi në emër të Allahut, si kush në kam su Allah dhe pejgamberi alayhi salatu wasallam. Allah është përbleft me kaq për këtë pjesë. Sallallahu ala Muhammed wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima katira.